Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mora një libër që është shumë i rëndësishëm, realitet nuk e di, e keni marrë mësim ndonjëherë më parë, që është Fadlul Islam, vlera e Islamit. Mirësia dhe pozita e lartë e Islamit, që ka shkruar dietari i njohur Muhammed ibn Abdul Wahhab. Allah më shëroft. E keni pas ndonjëherë, keni marrë si shpjegim të libër ndonjëherë për jush? E keni lexuar? Shqip është përkthyer si libër, vlera dhe pozita e Islamit. Ky libër është shumë libër madhështor dhe në përgjithësi mund të them me bindje të plotë librat e këtij dietari të bekuar nga Allahu Azza wa Jall dhe ka qenë begat në thirrjen e tij, në dijen e tij, Muhammed ibn Wahabi, mund të them gjithë librat e tij janë shumë dobishëm. Sepse ai flet për bazat e fesë, për përmirësimin dhe korrigjimin e devijimeve që ranë tek muslimanët në kohën e tij. Devijime që ishin para kohës së tij, para brezit që ai ishte, dhe arritën kulmin, mund të themi, në kohën kur ai ishte, pra ku jetoi ai. Dhe ai donte të rikthente muslimanët në baza e para, në bazat e para të kulluara, larg çdo mveshje që është veshur Islamit prej pavërtetës, prej gënjeshtrës, prej devijimeve. Prandaj ka ardhur në hadith dhe shpikjet në fe janë gjërat më të rrezikshme. Wa sharrul umuri muhdathatuha. Dhe punët më të rrezikshme janë shpikjet në fe. Dhe shpikje nuk të thot vetëm se una bëra të spi xhamat mas të ka fiksuar tek ne. Bëm të spi xhamat mas namazit. Jo. Shpikja në fe, në të kupton shpikje në besim, që mund të jetë kufër, mohim, shpikje në besim që mund të jetë idhujtari, prap shpikje quhet, pa diçka që s'ka qenë, dhe shpikje që ka lidhje me shtesa në adhurime, mund të themi, që nuk janë prej mohimit, nuk janë prej shirkut, por janë prej bidateve në adhurime që prap janë të rrezikshme. Dhe ky dietar, librat e tij i ka gjithashtu të bazuar me një metodologji shumë të saktë. Dhe do ta përmendim kur të njihemi pak me librin tani, se mësimi i sotëm inshallah do jetë për njohjen rreth i libri, për tematikat që përmban ky libër. Ky dietar i nderuar, Allahu më shëroft, edukon lexuesin, edukon dëgjuesin e këtij libri. Them dëgjuesin, thash fillim lexuesin sepse ky libër është shkruar këtu nga dietari. Por se në atë kohë shumica nuk shkruanin dhe dëgjonin dhe nuk dinin të lexonin dhe të shkruanin. Ishin analfabet. Dhe si merreshin zakonisht mësimet, hoxha lexonte librin që dinte, dhe të tjerë çfarë bënin? E përsërisnin fjalën për shembull të hoxhës. Një tekst, pra vinte dy rrjeshta, ishte rregulli që përmendte hoxha në akide. Baza ose parim, bazë në akide. Ky parim kishte 3 argumente pas. Këto dy fjalë që ishin parim dhe rregull në akide, në besim, përmend pastaj thot, dhe kjo çështje është kështu. Dhe argument është fjala e Allahut Azza wa Jall. E para, pastaj përmend ajetin kuranor. Dhe e dyta është ajeti tjetër, argument. Pastaj përmend hadithin. Dhe në çdo çështje tematik ai përmend çfarë? Në këtë formë. Dhe është detyrë të besojmë këtë gjë, dhe është ndaluar, duhet ndalohemi nga besimi i kësaj gjëje, dhe argument është fjala e Allahut madhëruar. Kështu edukon lexuesin dhe dëgjuesin që ai të mësohet që çdo çështje që lidhet me fenë e tij, sidomos në besimin e tij, duhet të argumentuar. Nuk e marrin në fenë siç e marrin pra, e morën idhujtarët ose të humburit në çdo kohë të devijuarit, mosbesimtarët ose idhujtarët, kështu ne dëgjuan baballarët tanë. Kështu ne gjetëm në këtë fe, e gjetëm baballarët tanë kështu ishin. Dhe kjo është gabim. Është shumë e gabuar si metodologji. Prandaj është rishulluar që çdo hoxh duhet ta mësojë xhamatin e tij që të jetë
xhamat i cili studion, lexon. Jo të gjithë gjërat gati nga hoxha të tabakat. Të ka thënë disa herë, kam përsërit. Mos prisni gjëra përgjigje të kështu të gatshme. Hoxha duhet pyetur për shumë çështje. Por se njëtën kohë ti duhet lexosh. Jo për të korrigjuar hoxhën, për ta gjetur gabim. Por qeni sigurt për gjën më të rëndësishme, që është besimi jot, feja jote. Fati ke fëmijën tënd, ose ke gruan. S'mundesh ti t'ia lësh dorë dikujt që si e shumë i sigurt. Kujdeset. Ose pasurinë tënde. Pasurinë tënde që ti e munduar, e ke fituar me djerës, thua na merre ti, kujdesu ti. Çdo kujt. Ose ti të japi udhëzimin në lidhje me pasurinë tënde, ta ruash ti në një person që s'merr vesh, ti nuk e di, është i dishëm, është adapt, është ai profesionist në këtë fushë apo jo. Prandaj, nga problemet sot që shkaktohen në xhamate është se bëhen fanatik të një hoxhe. Thot hoxha im. Po, hoxha është i joti pra që ti shkon falë në xhamia e ti, po, që ti e do shumë, respekton shumë mirë, por se jo të rish ti gjithmonë imitues, pra mos lezosh gjesh gjërat gati, dhe të lodhesh vetëm për çfarë? Vetëm për çështjen e riskut, dynjas, e ka lënë kohën me gjërat që do frenë gjatë ditës, edhe kur lidhet çështja me çështjen e dijes, kërkimit dijes, mësimit fesë, je neglizhent dhe nuk je pres. Pastaj nuk ka justifikim thuash, po unë kështu e dija. Nuk e mësova. Çfarë nuk ishte mundësia për ta mësuar? Nëse ne e kemi mundësinë dhe nuk mësojmë, nuk justifikohemi. Dhe një herë përsëris të fjalë. Padia nuk është justifikim për njeriu, për muslimanin, nëse ka pasur mundësinë ta mësonte dhe nuk e mësoi. Ky dietar e ka quajtur librin e tij Fadlul Islam, vlera e Islamit. Autori ka shkruar disa libra. Dhe mund themi shumica e librave të tij, shkaku i shkrimit të këtyre librave kanë qenë nevoja që ai shikonte tek masa dhe populli. Nevoja konkrete dhe reale që kishin nevojë për t'u sqaruar. Kishin nevojë që për t'u përmirësuar gjatë davës së tij, gjatë dhënies së mësimeve, gjatë shoqërimit me njerëzit, pra ai nuk rinte në shtëpi, nuk rinte në xhami brenda. Edhe nga xhamia i vishin lajmet. Ai dilte jashtë në të davë. Dhe haste çfarë? Problematika të ndryshme në lidhje me adhurimin, me mendimin, me moralin, me metodologjinë e kuptimit të argumenteve, dhe pasi shikonte këto probleme, i shikonte që ishin të përhapura shumë, nxitesh dhe merr të shkas për të shkruar një libër. Siç ke traparimet, që është nga librat më të thjeshtë, më të rëndësishëm, është ky libër Vlera dhe pozita e lartë e Islamit. Ky libër është nga librat më të rëndësishëm që Shehu Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allah më shëroft, ka shkruar. E ka titulluar këtë libër me këtë titull sepse kapitulli i parë që autori ka përmendur në fillim në këtë libër është kapitulli i kujt? Fadlul Islam, vlera dhe pozita e lartë dhe mirësia e Islamit. Rëndësia e këtij libri vërehet kur ai sqaron metodologjinë e saktë me të cilën dallohen ata që zbatojnë dhe mbajnë tauhidin. Autori në këtë libër fokusohet shumë për të sqaruar se cila është metodologjia e saktë, rruga e saktë e ehlut tauhid, ata që e mbajnë dhe zbatojnë njëshmërinë në Allahut në adhurim. Dhe të atyre që pasojnë rrugën e vërtet të selefëve, të parëve. Fakt fjala selefina është bërë fakt si
kemi frikë të themi jam selef, jam selefi. E dimten? E dim. E dini pse? Për shkak disa personave të cilët e kanë keq përdorur këtë term. Selefi do të thotë parët, sahabët dhe tabiinët. Sahabët dhe shokët e sahabëve. Disa në emër të tyre janë sjellur jo si sjellja e tyre dhe kanë folur jo si fjalë të tyre. Dhe kanë thënë nëna selef. Selefët kanë thënë kështu, selefët kanë thënë kështu. Po puna e tyre dhe fjalët e tyre kanë qenë të kundërta. Dhe janë për shkak që sot disa thonë, "Jo, jam musliman, nuk jam selef." Sikur fjala musliman dhe selef janë të kundërta. Hadithi i saktë është do përçahet umeti im në sa 73 grupe. 72 janë të sjarë edhe një shpëton, një e vetme. Kush janë ta e sahabët? Janë të cilët ndjekin rrugën time dhe rrugën e kujt? E shokëve të mi. Këta janë selefët, shokët. El Xhamaa, bashkësia, ata që bashkohen në të vërtetën, mesatarët, të drejtët, në rrugën e drejtë. Nuk janë në ekstreme të kundërta. Mundohen gjithmonë të jenë tek e drejta, tek argumenti. As të kalojnë atën, as ta lejnë. Ta neglizhojnë. Dhe fjala selef, ka selef arabisht të parët. Selefi rrëm. Ka dhe sot dhe ata që janë rafida, shia, që thojnë, janë musliman. Po ka lidhje me islamin, ata s'ka lidhje me islamin. Ahbashët, ku diu ahmedanët, janë grupe të cilat nuk kanë lidhje me islamin fare. A themi ne ka fajin islami, se ata thënë musliman dhe përfaqësojnë diçka tjetër, ose këta që thonë jemi selefi. Pra, çështja nuk lidhet ke termat, në realitet është vërtet. Ajo që tregon për ty është vepra jote, fjala jote. Por se si term është i termi sakt. Nuk është shpikur. Nuk është i shpikur sepse është kusht dhe një herë. Do ta kuptoni këtë pjesë, është rregull. Ne në besimin ton, në adhurimet tona bazohemi në argumente nga Kurani dhe Suneti, por siç e ka kuptuar kush? Të parët sahabët, të parët e mirë dhe shokët e sahabëve. Dhe quhet ndryshe dhe unifikimi ose bashkimi dietarëve në një fjalë në çdo kohë. Nuk është thuaç të djegësh rrugën e selefëve, ore ky çfarë rrymë është. Jo. Por se për të ardhur keq, këta persona kanë dëmtuar më shumë se kanë rregulluar. Këta të cilët në emër selefive, në emër selefizmit kanë folur dhe kanë lënë njëri pa bërë bidatçi, edhe kanë qenë të ashpër, kanë qenë të egër në dalle, kanë qenë të vrazhd, kanë qenë pa moralshëm, edhe nuk kanë pasur mohabet tjetër vetë se përmendëshin njerëzit. Ky bëri kështu, ky bëri ashtu, hoxha ky s'bën, ky bën. Kjo është gabim. Në emër të kujt xhelozisë së fesë. Jam xheloz të ndjek rrugën e të parëve. Edhe cilën transmetime nga selefët, ka thënë Sufjan e Thori kështu, ka thënë Rabi', ka thënë kështu, ka thënë ai. Po çfarë, po çështje çfarë? Për një çështje, dhe çfarë vjen dhe zbret këtë çështje, këtë fjalë, e zbret në një realitet ton konkret në kohën tonë dhe mbi të ai pastaj e zbaton ose e jep gjykime mbi një çështje në gjykim të gabuar dhe kjo shkakton pastaj problemet e tjera për çari, ton keqkuptime, edhe Allahu na ruaj. Kur njeriu flet pa dije është shumë e rrezikshme. Pra rëndësia e këtij libri, nëse do thotë dikush, pse është i rëndësishëm ky libër? Sepse autori tregon në këtë libër rrugën e saktë, metodologjinë e saktë të atyre që janë njësues të muslimanëve të vërtet, njësues të Allahut të vërtet, pra njësues të vërtet të Allahut dhe të cilët ndoqën rrugën e të parëve, rrugën e vërtet në mënyrën e saktë. Gjithashtu, autori sqaron në këtë libër shumë prej tematikave të cilat i lidh me ngjarje konkrete që i ka përjetuar tek shoqëria që jetonte. Dhe ai tregon
Pra në bazë të përvojës së tij që kishte gjatë jetesës që ai kishte me shoqërinë e vet, masën e vet, ai del në përfundim që të sqaroj, pra e shikon të domosdoshme të sqaroj metodologjinë e saktë të atij i cili ndjek rrugën e selefëve, se si ai duhet të sillet dhe njëherë me njerëz që e rrethojnë, prej atyre që nuk mendojnë si ai, mendojnë gabim, prej sekteve, grupacioneve dhe për fjeve tjera. Dhe njëherë, rëndësia e dytë e këtij libri është që autori ka sqaruar metodologjinë e saktë të muslimanit të vërtet, që ndjek rrugën profetike dhe rrugën e të parëve, se si ai duhet të sillet me shoqërinë ku ai jeton, për atyre që mendojnë ndryshe, për grupacioneve dhe prej sekteve të ndryshme, që mendojnë ndryshe dhe besojnë ndryshe nga besimi, pra ndryshe nga besimi i tij i saktë islam. Autori ka përmendur disa parime bazë në këtë libër, të cilat duhet t'i mësoj, t'i di dhe t'i mësoj besimtari dhe t'i praktikoj ato. Këto t'i përmendim shtjellimisht më pas, por se tani po ju sjell, pra tregoj pikat në të cilat autori, tematikat dhe çështjet që autori i ka sqaruar, më të rëndësishmet dhe po tregojnë rëndësinë e këtij libri. Nga këto baza dhe parime që autori ka përmendur nga fillimi deri në fund në këtë libër është vlera dhe pozita e lartë që ka ai i cili e mëson islamin e vërtet. Po themi islamin e vërtet, nuk ka dy islame. Islami është një. Ku është qëllimi? Që të kemi pastaj të qartë dhe se të përsërit disa herë kjo. Po themi islamu sahih, islami i vërtet kemi për qëllim islami i parë që erdhi, një. Jo islami që më pas erdhi më pas, mas 2-3 shekujve, që i mveshën islamit, çështje që nuk janë për islamin, për të shpikura në fe. Lidhë me besimin, që janë grupacionet Mu'tazilet, Esharit, Maturidit, filozofët për në kohën e Ma'munit, të cilët shpikën në besim, shpikën në mendim, në gjykim, shpikën gjëra në mënyrën e sjelljes muslimanit, se si e koncepton jetën, moralin, adhurimin, besimin. Pra kur themi islami i vërtet, jo atë islam që e beson gabim njerëzit, një islam në cilin janë veshur shpikje që nuk janë prej tij. Pra, baza e parë është vlera e madhe, do të dim se ka vlerë dhe ka pozitë shumë të lartë ai i cili e mëson islamin e kulluar nga Kurani dhe Suneti. Punon me të, duron duke punuar me të, është shembull dhe kapet fort tek ai. Është i qëndrueshëm deri në fund. E dyta, besimtari i mëson bazat e rrugës profetike. Mbi çfarë baza ndërtohet besimi i tij. Pra, mbi çfarë baza profeti alayhis salam ka këshilluar që besimi i muslimanit ndërtohet dhe bazohet. Dhe ai e ndërton këtë besim mbi këto baza. Dhe i shikon të domosdoshme. Dhe njihet gjithashtu me rrezikshmërinë që kanë shpikjet në fe. Pra, parimi i dytë është rëndësia e bazave të sunetit lidhe me besimin, adhurimin dhe moralin, dhe njohja e rrezikshmërisë së shpikjeve në fe, në çdo aspekt, në çdo çështje, në lidhje me besimin, në lidhje me adhurimin dhe moralin. Gjithashtu duhet besoj besim të palëkundur.
që ai cili i përmbahet të rrugës profetike është një shkallë të lartë. Ai që përmbahet sunetit profetik ka një shpërblim të madh tek Allahu i Madhëruar. Wallahi dijeni këtë. Ai cili ndjek rrugën profetike në çdo aspekt, jo me fjalën, jo me pretendime. Unë jam pasues si sunetit se kam lënë mjekër. Jam pasues sunetit se kam prerë pantallonat. Jo. Dhe të marrim këtë pra më pas që feja merret në tërësi. Feja nuk merret aty ku do ti, aty ku ke më lehtë ti. Normalisht njeriu fillon me gjëra që i ka dhe më lehtë, i ka dhe më që i do më tepër për punëve të mira, por se nuk është i praktizë dhe i refuzon ato që i shikon të vështira. Dhe duhet ta marrim fen plotësisht. Udkhulu fi silmi kafa, dhe hyni në fe plotësisht. Dhe ai cili i përmbahet sunetit të profetit sallallahu në çdo çështje, para të parë do ta mësoj një herë cili është. I përmbahet, ai është në një vlerë shumë të madhe. Ai është pishtar, shembulli i mjafton, pa fjalë. Dhe t'i japi Allahu nur në zemër, nur në fytyrë, nur në punët e tij, nur në fjalë, dritë. Po nëse i përmbahet sigurisht. Gjithashtu, duhet të besojmë se ai i cili shpik në fe me vetdije, ai i cili shpik në fe dhe nuk thehet, mbasi këshillohet, është njeriu më i nënçmuar dhe më i rrezikshëm për fen. Ai i cili shpik në fe, vjen me gjëra të reja që nuk janë njohur në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam, as kohën sahabëve. Ai po bën punën më të rrezikshme dhe më të keqe. Dhe përfundimi i tij është humbja, është shumë i keq nëse nuk pendohet. Dhe pendimi i atij i cili është shpikës në fe është më i vështirë se pendimi kujt? I gjunaqarit. Gjunaqari e di se po bën një punë të keqe, pra djem dhimbje në zemër, lëndohet, por se bitaqiu ose ai si e shpikës në fe, ai thot po afrohem tek Allahu. Ai bën një punë, thot unë po afrohem ke Zoti. Dhe prandaj më kujtohet gjithmonë historia kujt? E Aliut radhiyallahu anhu, Allahu qoftë kënaqur me të, me vrasësin e tij. Që vrau Aliun ishte kohën e sahabëve. Umeri radhiyallahu anhu kur ishte në kohën e tij këshillonte sahabët të mësonin Kur'anin prej tij. Dhe kur e pyetën pse e vrave Aliun, ai i tha një fjalë e cila tregonte se ai po afrohesh tek Allahu i Madhëruar me të vrasje. Ai vrau njeriu më të mirë. Aliun radhiyallahu anhu e quajti besimtar. Ai mendon se është në rrugën e drejtë. Prandaj padia, devijimi, humbja e shërsirë, mendon njeriu se është në rregull. Prandaj i kujtohet për herë hadithi profetik që përmban lutje, o Allah na tregon të vërtetën vërtet dhe na mundso ta ndjekim atë. Dhe na tregon të pavërtetën dhe na mundso të largohemi prej saj. Njohja e vërtetës dhe ndjekja e saj, pasimi i saj sukses nga kush? Nga Allahu i Madhëruar. Njohja e vërtetës dhe mundësimi që të jepet të largohesh asaj është sukses nga Allahu i Madhëruar. Prandaj njeriu më i rrezikshëm që është në pozicionin, në vendin më të keq, në pozicionin më të keq është ai i cili shpik në fe. Vjen me fe të re, qoftë mendime, qoftë në besim, qoftë në adhurime. Problemi është ngjeli emri dhe të ndryshohet thelbi dhe një herë. Në problemi më të këqija është kur thelbi ka ndryshuar, ajo që është bazë ka ndryshuar, dhe çfarë? Dhe emri mbet Islam, musliman. Se brez pas brezi, një bidat bëhet fe. Pra, dal brezi i ri, vjen dhe ato që ka gjetur ky baballari për bidateve, qoftë në besim, qoftë në adhurim, thotë kjo është prej fesë. Ai të vret për atë.
ai të bën hasha, ai të bën për armik për atë. Dhe kjo është rrezikshmëria, dhe këtu është vështirësia e kujt? E këshillimit me atë i cili di diçka ndryshe. Nuk është s'di, po e di ndryshe. Edhe të argumenton në logjikën e tij, me ato dyshimet që ka. Pra ky libër, edhe pse është një libër që në faqet e tij nuk është libër që është më shumë faqe, por se pozita dhe vlera e tij është shumë e madhe. Pra si thamë, i përmban sqarimin e shumë bazave dhe rregullave të përfituara nga Kurani dhe Suneti, dhe fjalët e selefëve prej sahabëve dhe tabiinëve. Dhe njëherë, rëndësia e këtij libri është sepse ai përmend shumë baza dhe rregulla dhe parime që lidhen me besimin tënd, bazuara në Kur'an, në Sunet, në fjalën e selefëve. Nuk ka diçka tjetër. Dhe këshillohet që të mësohet përfitohet nga ky libër. Dhe unë ju këshilloj të nxisni të tjerët, të flisni për to që do folëm sot, ta jini me të libër aq sa folëm sot, se edhe mësimin e që do vi, do flasim pra për të libër, dhe pastaj do hyjmë inshallah në shpjegimin e këtij libri. Inshallah. Allahu ju bekatoft dhe ju shpërblet të mira për durimin që patët që ulët të dëgjuat. Allahu na bëf që të kemi dobi me atë dije që mësojmë. Allahu e bëf të dobish me dijen që kemi mësuar. Allahu na bëf për atyre që atë që mësuam e zbatojnë për hir të tij. Allahu na bëf për atyre që kalojnë vjetën e tyre në dije, në kërkimin e dijes, në përhapjen e saj, në zbatimin e saj. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.